الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahun të madhruar e falenderojmë, salavatet edhe selamet mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Vëllezër të respektuar, në radhët e kaluara u munduam në pika të shkurtra të folim mbi disa dhikre të njohura, dhikre këto që Muhamedi alayhi salam e adhuron të Zotin Gjellëshanuhu, e përmend të Zotin Gjellëshanuhu dhe e porosiste popullin e tij që edhe ato të ndjekin gjurmët e tij, traditën e tij, me qëllim që t'i afrohen Zotit të madhruar dhe ta fitojnë kënaqësinë e tij, mëshirën dhe faljen e tij. I cekëm disa dhikre, sonde do të përmendim inshallahu taala edhe 5 apo 6 sa na premton koha, me qëllim që të kuptojmë edhe më shumë për vlerën e dhikreve dhe të kuptojmë edhe më shumë dhikra apo përmendje të Zotit Gjellëshanuhu, që edhe përmes këtyre t'i afrohemi Allahu Gjellëshanuhu dhe të fitojmë kënaqësinë dhe faljen dhe xhenetet e larta në botën tjetër. Një prej dhikreve me të cilën Muhamedi alayhi salam na porosit neve është fjala elhamdulillah. Thot i dashuri Allahut, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Me të vërtet përmes fjalës elhamdulillah ju e mbushni peshoren e veprave të mira në ditën e Kiametit. Jo rastësisht të nderuar besimtar, Allahu i madhruar shumë sure nga Kurani Azimushan i fillon me këtë fjalë. Surja e parë në Kur'anin famëlar është Suratul Fatiha, apo surja hapse e Kur'anit është po me këtë fjalë. E përkthimi i kësaj fjale është walhamdulillahi rabbil alamin, dhe të gjitha falendrimet i takojnë Zotit të botrave. Gjithashtu Allahu Gjellëshanuhu e hap edhe Suratul Kahf edhe sura tjera me falendrim dhe Allahu Gjellëshanuhu. Prandaj edhe ne të mundohemi që këtë fjalë para çdo mirësie të Zotit Gjellëshanuhu ta shqiptojmë, nga se Allahu i madhruar thot wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Thot Allahu i madhruar, thot nëse ju i numëroni mirësitë e Allahu Gjellëshanuhu, asnjëherë nuk mund të ju dilni në fund. Por Allahu Gjellëshanuhu është mëkatfalës dhe mëshirues. Me një ajet tjetër kuranor, Allahu Gjellëshanuhu pasi që i cek se mirësitë e Allahut janë të mëdhaja, e cek se innal insane lekefur. Me të vërtet, njeriu është, ne i themi bukshkel, njeriu është jo mirënjohës ndaj mirësive të Zotit Gjellëshanuhu. Shpesh na ndodhen që të kuvendojmë me shokët tonë e të fillojmë të ankohemi për mungesa, për disa mungesa që i shohim në jetën tonë, por shumë pak prej nesh i numërojmë mirësitë e Allahu Gjellëshanuhu që janë me mija, më thëmë me miliona. Përmendje tjetër apo dhikër tjetër të vlefshëm na ka mësuar i dashuri Allahut, thot khairul kelami kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Fjala më e mirë që kam thënë unë dhe të dërguarit e mi, të dërguarit para meje, pejgamberët para meje, është fjala la ilaha illa Allah, që në përkthim do të thotë nuk ka zot tjetër që meriton me të drejtë të adhurohet përveç Allahu Gjellëshanuhu. Pra
i dashuri Allahut na mëson neve se tradita e tij dhe tradita e pejgamberëve të parshëm para tij ka qenë me shqiptimin e kësaj fjale madhështore. Gjithashtu thot Muhamedi alayhi salam, jaddidu imanekum, ripërtrinja imanin tuaj, besimin tuaj. Ndonjëherë na kap faza që plogështohemi, na kap faza e dembelizmit, plogështisë, e ndjejmë se imani është i dobësuar në zemrën tonë. E përmes kësaj fjale, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na mëson se ripërtrirja e imanit, freskia e zemrës tuaj bëhet përmes fjalës la ilaha illa Allah. Gjithashtu të nderuar besimtar, ndonjëherë përjetojmë ashpërsinë e zemrës, ngushësinë e zemrës tonë. Edhe përmes kësaj fjale, njeriu e freskon, e gjallëron, e riparon zemrën e tij me iman, me besim në Zotin e madhruar. Dhikr tjetër përmes të cilës i afrohemi Allahu xhaleshanuhu është fjala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika leh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E çfarë vlere ka kjo fjalë? I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam me një hadith të tij që e transmeton Ebi Musa el-Ash'ariu, thot, kush e thot këtë lutje 100 herë në ditë, i fiton 4 gjëra të mira. Fiton sevapin sikur me i çliruar 10 robër, sikur me u afal lirin 10 robërve. Fiton 100 sevape, e i fshihen 100 mëkate dhe gjinahe, dhe personi i cili e thot këtë fjalë, atë ditë është i mbrojtur nga shejtani alayhi lane, nuk mund të arrijë sevapin e këtij personi përveç atij që më shumë e thot këtë lutje ose këtë adhurim ose këtë dhikr ndaj Zotit xhaleshanuhu. Më thonë, 5 benefite i arrijnë përmes fjalës la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika leh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sikur me u adhan lirin 10 robërve, përpara ka 5 robë, tash nuk ka. 100 sevape i fiton, 100 mëkate të fshihen nga regjistri i veprave tuaja, je i mbrojtur nga shejtani alayhi lane, dhe askush nuk është i barabartë me ti në sevape, në shpërblime, përveç personit i cili e ka shqiptuar këtë fjalë më shumë se sa 100 herë. Dhikri tjetër që na ka porositur i dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam ta përmendim Zotin e madhruar është fjala la haula wala quwwata illa billah. Përkthimi i kësaj fjale është nuk ka gjë që të largon nga mëkatet dhe të forcon në bërjen e sevapeve, në realizimin e urdhrave të Allahu xhaleshanuhu përveç se Allahu i madhruar. Prandaj, kur thirrën ezanit të nderuar besimtar, kur muezini thot hayyal es-sala dhe hayyal el-fala, është e preferuar islamikisht që ne ta përmendim këtë fjalë. Ne konfirmojmë në praktikë se o Zot, sikur mos ishte dëshira ite dhe forca ite, na shtish, na motivosh, ne nuk do ishim në xhami. Por forca jote është ajo që na motivon neve që të vim në xhami dhe të përgjigjemi ftesës tande për të falur namaz. Ajo që na ndalon nga bërja e mëkateve është gjithashtu mëshira dhe rahmeti. Muhamedi alayhi salam na jep edhe një informat shumë të rëndësishme për këtë fjalë, thot ela edullukum ala kenzin min kunuzil jannah. A t'ju tregoj për një thesar nga thesaret e xhennetit. E i thuan, po i dashuri Allahut, e ki u thot se
Kjo fjalë, la haule wala quwwata, është thesar nga thesaret e xhennetit. Me një hadith tjetër thot Muhamedi alayhi salam, thënia e fjalës la haule wala quwwata illa billah është derë nga derët e xhennetit. Sa më tepër që e shqipton këtë fjalë, aq më tepër të hapet dera për në xhennet. Dhikr tjetër që është e mirë ta kalojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit Sharifit, është fjala hasbi Allahu wa ni'mal wakil. E çfarë do të thonë kjo fjalë? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil do të thotë më mjafton Allahu i madhruar e sa garantuesi mirë që është Zoti. Kjo fjalë thuhet kur ne kemi shqetësime, probleme dhe halle. Nëse këtë fjalë e thua me gjithë zemër, i bindur se Allahu i madhruar vërtet t'i largon hallet dhe brengat, kjo do të ndodhje në realitet. Nga e themi këtë gjë? Ku e bazojmë fjalën tonë që e themi këtë të lartë përmendur? Ju e dini se Ibrahimi alayhi salam ishte në momentin më kritik në jetën e tij. E kishin marrë populli i tij për me djegur në zjarr. Ishin mobilizuar deri në fyt për ta larguar një herë për gjithmonë Ibrahimin alayhi salam nga fytyra e tokës. E vjen Xhebrail Amini dhe i thot: "O Ibrahim, a ke nevojë për mua, për ndihmën time?" Thot: "Sa i përket ndihmës tënde nuk kam nevojë." Edhe e thot këtë fjalë, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu sa garantues, sa mbrojtës i mirë që është. Edhe e dini historinë e Ibrahimit alayhi salam, i cili qëndron 3 ditë radhazi në zjarr, por Allahu xhalleshanuhu si garantues i Ibrahimit alayhi salam e ndalon zjarmin ta djegë trupin e tij. Pra, gjatë shqetësimeve dhe problemeve që i kemi gjatë jetës së përditshme, kjo është lutja e shkëlqyeshme për t'i larguar hallet, brengat dhe problemet e kësaj jete. Gjithashtu, të nderuar besimtar, Muhamedi alayhi salam na porosit që të çojmë salavate të shpeshta mbi ta. Thot: "Men salla alayya salaten sallallahu biha ashra." Kush më dërgon një salavat mua, Allahu xhalleshanuhu lutet për ta 10 herë. Një ngjarje që më kalon për shtypje, dua t'ua tregoj edhe juve. Thot një prind, thot djali im ishte i paralizuar dhe unë e luta Zotin xhalleshanuhu shumë, nuk lash spital, pa mo kërkuar shërimin e fëmijët tim. Thot, por nuk bën dobi këto gjaja, edhe këto përpjekjet e mia. Një natë prej netëve, thot i mora të spit dhe e luta Zotin e madhruar deri në 4 në mëngjes. I bana 10.000 herë salavatim i pejgamberin alayhi salam. Edhe të nesërmit e pash se fëmiu im ishte saksalem. Prandaj, thot e falenderova Zotin xhalleshanuhu për këtë mirësi dhe vërtet u binda në fjalën e Muhammedit alayhi salam, i cili thoshte se dërgimi salavat mbi pejgamberin alayhi salam të largon çdo breng dhe shqetësim dhe kjo të mjafton për faljen e mëkateve. Lusim Zotin xhalleshanuhu që gojat tona jenë të lagura me këto fjalë. Inshallahu taala këtë muaj ta kalojmë me këto dhikre të rëndësishme që të falena nga Zoti xhalleshanuhu dhe të fitojmë shpërblime të mëdha. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.